Shpesher në Ballkan bëhet në mënyrë bizantine. Po se në ata që është naive, dhe partitë tjera që ka slet me hongër këto fore të Albin Kurtit. Po mendoj se është në kohën kushtetuese është. Domethënë është në procedurat janë parapame si mas kushtetutës, dhe është të shfrytzu këto mundësi për me siguru 61 vota. Se besoj që i ka siguru ala. Nuk e besoj. Unë se besoj as me limen që e ka rrit një marrëveshje, kam pas negociata, por nuk ka diçka konkrete për mendimin. S'ka konkretizuar asgjë. Nuk ka diçka konkrete, prandaj edhe domethënë prej 15 e tutje nëse s'ka qeveri, atëherë ka dinamizëm tjetër politik për mendimin. Dhe një gjë e dim që ne do të jemi këtu për ta pasqyruar atë. Gashi ka thënë deklaratën ndoshta më pompoze të periudhës fundit kohë. Nuk e di nëse keni përcjell politikën ose jo, ose keni qenë në një studio tjetër televiziv. Gashi ka dhënë shumë deklarata të cilën. Jo këtë të fundit, por që i thash me kënd do ta bëj vëlla, u ndal tha, po me kënd të mundet. Me kënd të mundet. Gasha u kry puna qeverisë ose jo? Po tash janë ju dy rrugë që janë qelë kushtrim. Njëna është Stairway to Heaven, tjetra është Highway to Hell? Highway to Hell. Njëra Zeppelin, tjetra AC/DC. Tash mvaret qysh e shofin sa mujnë mu thyu aklat